Një biznesi privat në kryeqytet. Firmës Skampa ketë si llogariti 2 fish energjinë e harxhuar. Fatura i erdhi me 11.829 euro obligim ndaj Kecit. Kjo shumë është 2 fishi i shpenzimeve të një muaji më parë që kapte shifrën e 5.500 eurove. Këtë ndryshim pronari firmës Skampa, e cila prodhon qese biodegraduese, e cilëson vjedhje nga Kec. Kujtim Gjavori thot se është e pamundur që biznesi i tij të ketë harxuar 2 fish më tej për rrymë në dhjetor. Apo duhen ata mi kthy investimet për 2 muaj apo diçka tjetër, nuk e di, veç na nuk mund tash më marrë dhe mi kontrollu fakturat ose mi kontrollu shënimet, ato numrat, presit ku i qesin ata para treshit apo mas treshit. Në një situatë të tillë, Gjavori e ka parë veten edhe vitin e kaluar. Ai po thot se do të ankohet pasi nuk po ka fuqi të bëjë diçka tjetër. Unë mas pari kjo më ankun Kec, ku më ankun në të zyra regulatorit, në gjyq e kudo që është nevoja për mira kësaj pune mas. Por me gjas ai nuk do të ketë nevojë të ankohet. Kjo pasi Kec konfirmoi për Klan Kosova se gjatë leximit të njësorëve të firmës në fjalë janë bërë gabime. Zëdhën Siguri Shkodra tha se komisioni vendosi t'ia kthejë Gjevorit faturën me një borxh prej 5.844 euro më pak. Ai i quajti këto gabime të punonjësve të Kecit si njerëzore, pasi sipas tij numri konsumatorëve është i madh dhe leximi i krejt njësorëve mund të përcillet edhe me lëshime.